Fenomeni shkodran Luiz Eili është rikthyer në një vend teje të shenjtë për të. Ai është shfaqur në një kishë atje ku siç duket ka patur kujtime shumë të bukura që kur ka qenë fëmijë. Shkodrani i zemrës siç duket ka menduar të kthehet pas në kohë duke e vizituar këtë kishe, por ç'është më e rëndësishmja duke treguar meshën tek e cila ka qenë prezent edhe ai. Sipas fenomenit shkodran duket se në fotografinë e vendosur në mur është realizuar mesha e parë e realizuar në vitet 90 pasi ra edhe regjimi komunist dhe nisi demokracia. Shkodrani i zemrës shprehet tejet nostalgjik për këtë meshë dhe ai thotë se në atë fotografi ku shfaqen shumë njerëz gjendet edhe ai sado që nuk mund të shihet qartazi në atë foto. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë videon e publikuar nga fenomeni shkodran dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tij duke e duar trokitur për faktin se ka dhuruar pafund. Emocione të bukura në rrjet duke u kthyer pas në kohë dhe duke zbuluar edhe këtë detaj kaq të bukur dhe të veçantë që askush nuk e dinte se mund të ishte. Luizi siç duket ka qenë i lidhur me publikun shqiptar që i vogël sepse duket nga aktivitetet e ndryshme që ai ka marrë pjesë dhe ka treguar. Në fund të videos shfaqet edhe një foto ku mendohet se personat në të janë Luizi dhe familja e tij. Por kjo gjë ende nuk është e konfirmuar sepse nuk dallohet qartë. Megjithatë shkodrani i zemrës nuk ka hezituar të dhurojë emocione dhe ndjesi të bukura për publikun shqiptar që gjithmonë do e mbështesë dhe do e dojë në çdo gjë që ai do bëj apo ka bërë. Me siguri fenomeni shkodran është mbërthyer nga emocionet njësoj sikurse gjithë ndjekësit dhe dashamirësit e tij. Kushdo që e ka parë nuk ka mundur të mos e pëlqejë këtë moment që shkodrani i zemrës ka publikuar. Kjo video ka pushtuar rrjetet sociale dhe mediat dhe po komentohet jashtëzakonisht shumë me shumë dashamirësi dhe pozitivitet. Duket që Luizi u ka zbukuruar të gjithëve mbrëmjen dhe u ka falur shumë ëmbëlsi dhe dashuri.